Muaji i Ramazanit është një periudhë e shenjtë për besimtarët muslimanë të gjithë botën, ku ata agjërojnë dhe përkushtohen në adhurim e lutje. Kur jemi tek ky religjon, repiri Ariana Gushi, i njohur si Gold AG, ka bërë të qartë se lidhja me fenë islame është një element qendror në jetën dhe karrierën e tij. Pavarësisht nga natyra e artit të tij që shpesh është shoqëruar me tematika që s'kan të bëjnë me fe, ai nuk e ka fshehur besimin e tij fetar dhe ndikimin që Islami ka në muzikën dhe jetën e tij. Në një rrëfim për Prive by Libertas Pahiu, të realizuar në xhaminë e Hajvalis në Prishtinë, Gold AG zbulon fillimisht se nga cila moshë ka nisur që të agjerojë. Në fakt Ramazani jo veç tash, po shumë i vogël kur në kohën gjithmonë e kena prit me qef si fëmijë. Kom jetu në Preshevë 10 vite tjetër që e kom përmend shumë intervista, edhe shtëpinë që e kom pas në bërë bashkë me xhamin, do thonë veç një muri na ka ndarë me xhamin. Sa herë ka thirrë ezani për shembull, kur u bë iftari, këtë fëmijët jena mbledh bashkë edhe domethënë me një zo, krejt e kena pas ata që u kallën kandilat ose u bë iftari. Kështu që çaj na ka mbet hala, edhe qaj lezet, qaj knatësi, qaj ndjenje mirë Ramazanit, qaj që këmbollë ilahin era Ramazan, se një me Ramazanit ka një farë ere, dvetën, që ndoshta në muj tjerë nuk është një jetë shumë. Por rahmeti qa që është i malë, që Ramazan në bom bashkë edhe është muj rahmetit, muj bereqetit, muj mshirës, muj faljes. Kështu që Ramazan mundona mu përkushtu sa më shumë edhe qoftë me namaz, qoftë me agjerim, po qoftë edhe me vizita, lidhe farefisnore, shoqëni të ndryshme, kudo kohë që kemi, ka raste kur shifmi me shok, ndoshta veç në për Ramazana. Unë agjeroj shumë i vogël, po jo që e kom agjeru në ashta komplet mujin, kër më kom fëmi, për shkak që fëminia kuptohet, edhe nuk e din në ashta fort vlerën në ashta. Se me ditë vlerën, besoj që çdo fëmijë prapë se prapë, tash kisha agjeru, se nuk e sidomos këtë kohë që është tash shumë ma shkurt, të shku ka dimri, verës është normal pak vërqësia ma e madhe, po shpërblimi është edhe ma e madhe kuptohet. Agjeroj shumë ati, po prej vitit 2009, do më thonë jam strekt që kom agjeru kështu gjithmonë, viteve tjera, na i herë kom prish, po inshallah Zotin na falë. Muaji i Ramazanit kërkon disiplinë. Por Gold AG nuk është e vështirë gjetja e balancit mes angazhimeve në muzikë dhe përkushtimin ndaj fesë. Ai zbulon një rast kur ka mbajtur koncert, ani pse ishte agjërueshëm. Se i përket koncerteve, dasmave, çka do të shikon, kur jam agjërueshëm nuk është që më pengojnë, po kohën e fundit mundona dhe me thonë mës me marë, në kohët Ramazanit, për arsye që kam qep më përkushtu më shumë edhe me pas iftare në për familjen, në për shoqënitë ndryshme dhe me thonë që i kemi, rrethin tem të ngushtë të gjonë. Po kum pas rast të vitin e kaluar, për shembull, një përvjetor ka qenë në Suharek, për një dëshmor ka qenë ditë e premte, ka qenë domethënë xhumaja, edhe agjërueshëm kam këndur, se kam pas probleme, plus u kon ditën edhe kon goxha nxehtë kon. Po nuk e kam problem. Shqyqyr Zotit të me shnet jo mirë edhe kalon shumë lehtë. Kjo është atmosfera që shoqëron familjen e artistit për gjatë këtij muaji. Po tash kanë ndrru, përpara më kom veç me nanën, ma vonë bënëm me gru, tash edhe me fëmijë, kështu që ushtu tavolina e iftarit edhe syfyrit, edhe pse në syfyr unë veç me nanën dhe me nusën, po pa u çu njëri për fëmijëve në kelen. Edhe kështu që pak më nina e zhurmë, sidomos ai vogli që qohet shumë shpejt në bashkangjitet, po është mirë, është ndjenje mirë domethënë. Për ne është një erë, një knatësi, një diçka që një bereqet i madh që na ka dhënë Zoti, veç ai që e ndjen e që e din, si dikuj çka do të i thu, më do edhe prallën, e thon haj se po rren unë, diçka nuk është agjërimi për me nejt unt, as me nejt esht, po është më mbrojt, domethënë është mbrojtje për besimtarin, për njerin. I përmendi fëmijët, 2 djemtë e tij, Guerilin dhe Frontin. Ani pse akoma të vegjël në mosh, Gold AG kushton si kohës për t'i prezantuar ata me ritualet fetare. Në fakt ata janë vëgjël halo se i përket kësaj pune, po në xhami i marr shpesh,
Po e marrë një herë njonin, se me marrë bashkë, dhe me thonë, vish kërsosin senet, sidomos këtë lidhë me namaz, dhe thonë, ato e në të vazhjër edhe nuk kuptohet, nuk je din ashtë ato, qka mund me bo, edhe runa mos po dalin për derës, qka, kur e marrë vish njonin, rrën, nuk është që levit. Kur e marrë të dytë, problem. Më shovin të falën bashkë me mu, ata s'din mu falë, po falën, binë, qohën, dhe me thonë, e kanë ato për më lidhë, më japin selam, alejkni, kështu që fëmijat kopjan. Fëmija më shumë të kopjan se sa që të nganë. Edhe të më konë në ata që të më konë shembull, si sëllim mënyrën e vetë për fëmijën e vetë. Do me thonë veç puna namazit, për çdo gjë tjetër fëmija do me thonë është kopje. Kështu që fëmija veç kopjan e të nganë shumë pak, sidomos mosha e tyne që është 4, që e kam të madhen e 2 i vogli. Çka do që bëj, do me thonë janë kopje 5. Qëndrojmë edhe pak tek familja, por fokusohemi tek ushqimi. Na interesoj të dim nëse ka një specialitet favorit për Ramazan, por zgjedhja e artistit rezulton solide. Ushqim favorit jo, se kur ti e unë nuk është që unë nuk jam për atyre që zgjedhe shumë. Më bjen, dhe më tonë, lloj ushqime, gjella të ndryshme. Kur ushtrejsha fitness para 1-2 vjetë edhe në kutë Ramazanit, e më bëj kjaj 3 herë kom, po e kom shok baletin, a be kem zgabat, kem ongër pitolka për iftar, du shka kam më shfarta, më bët me vetin që më gjataj për as iftarin, veç puna dhe pitolka me qep, kështë që e ka atë lezit, së presto të furra, të shpia kom edhe furën nga atë kur dalë pres punë, kur e kom iftarin shpi, dalë pres me ble pitolka, si ka i tjertë që jem banor aty. Pitolka e kom të parë. Mas hurmës, se hurmën mas pari me hurme, uj tani me vazhdon me supe, me këto sene tjera, po nuk kom në për ushqimit me thonë që ja që toja s'ka. Bëdi nuk kom diçka, ma pitarka s'ka ja du erën fort, që dhe mos në Ramazan. Prej vitet të kaluar, Golde SG ka nisur një traditë të re, duke organizuar një iftar gjatë Ramazanit me djem dhe familjar të dëshmorëve të UÇK-s. Është edhe vitin e kalume si vjetë është një Ramazan që e bëj, një Ramazan. Është edhe vitin e kalume tash, më falë qëto mund me. Është edhe vitin e kalume, edhe në këtë Ramazan është një iftar që e bëj me djem edhe me familjar dëshmorëve. Është diçka që ndoshta Ramazanet e tjerë nuk është që e kom bo, po vitin e kalume edhe tash, po vitin e kalume kom pas, tash e kom edhe si vjetë, është me djem dëshmorëve, po ata dëshmorë që për shembull që në konë të martume, ose s'kam pas fëmijë, vinë për shembull vllau i vet, ose vjen djali i vllaut, ose familjari kush do të që e ka, kështu që është një për iftarëve që unë e du fort. Është një për iftarëve që i kam qef që ata i kam afër meje, edhe zona që ata njifen me zveti. Kështu që edhe në këtë vit e kena, me shpresë që kam qenë numër bagi, nuk është shumë i madh, po e kalon 50 që besoj. Edhe gëzona, po them, që edhe që më vinë, po gëzona edhe që i njoh, edhe që muj sa do pak, se s'është diçka e madhe, po sa do pak që me një iftar, edhe mi pa dhe mi njoh prej afër. Kështu që i falenderoj shumë, edhe gëzona që jetojnë epokën e familjarëve tyne, dëshmorë që i ka. Do t'ju kujtoj mbrëmjen e heshtur pas lirisë. Një ëndër që përshkoj shpirtin e zemrën, e për të dalë për tej mureve të asaj shtëpie. Nga ekonomia, fillon prodhimin kompania e parë vendore Fruti me një. Si një pemë e lulëzuar në tokën e djegur, u rrit me kujdes. Edhe kur kohë të marrë erë, prezenca e tij do jetë kudo. Rrugtim ndër vite, plot pasion. Në çdo gotë kujtojnë fillimet e saj, ku u ngrit si fryma e një populli të gjallë. Në cilësi, kualitet, shije e freski, me standardet më të larta, ashtu si që don tradita jonë. Se të vendit jemi ne, si një këngë e vjetër që ndëgjohet edhe sot. Fruti është një dhe i vetmi,
Në një akt që shënon thellësinë e tolerancës dhe hapësirës për mendime të ndryshme, Goldegji, edhe pse një besimtar musliman e agjërues gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, e tregoi hapjen e tij për kulturat dhe besimet e tjera, duke marrë pjesë në varrimin e vëllait të unikatilit mentor Palokajt. Fakt, hera e dytë më ra më konë në rakos në varrim. Herën e parë më konë të një shok kur i ka ndru jetë nana. Kjo ke hera e dytë. Unë gjithmonë mundona atyne që i duhe, që më respektojnë, më javon edhe vepra, jo veç fjallë. Kështu që atë ditë kesh me Barutin, Amirin, antarin e TBA, që kam pi shokve më të mirë. Edhe si repera, po edhe jashtë repit. Edhe me aj keme do familjar vetë në vlaone, me do djemë të migje, se do shok tjere, kështu që shkum qëllova në Kosovë, në qështojnë për kryesh nash, edhe menoj që edhe mu më pasar dikush në varrim ose në pamet vlau tem, ose të familjarit tem, kush dhe kohë që është aj isha i ndin dhe rume dhe fort të kësha dasht atë person, ke kush kaj. Kështu që shkova, dhimbje madhe, kuptohet, djali ri, po Zoti e ka mëshirën e madhe, kështu që ai ka ndorë të punë, jo na. Goldin e pyetëm edhe nëse e kishte takuar unikatilin atë ditë. Po, në të pamen, kur kena shku në fillim, para varrimit jemi taku, i shprejmë gushlime, edhe mas varrimit vazhdojmë për të shpia. Një nga sugjerimet gjatë Ramazanit është reflektimi mbi rëndësinë e solidaritetit dhe shpërndarjes së bamirësisë gjatë këtij muaji të shenjtë. Për Prive by Libertas Pahio, artisti zbulon një rast të prekshëm që e eksploroi së fundmi. Zakonisht po foli për kush jeton në Prishtinë dhe rrethi që jetojmë, nganjëherë harrojmë që dikush nuk ka. Se të ndajt njëri me njerëz gjithmonë që për shembull nuk i ka kushtet të këqija, ndoshta jo shumë mirë apo jo të këqija, ti harron që dikush nuk ka me hongër ndoshta buk ose nuk ka pampirsa për fëmijë ose tomull për fëmijën e vet. Sa më shumë që takon njerëz në nevojë, qaq më shumë ja din vlerën asaj që e ki, dhe nuk i qare pa vonë, deshte, po na shëqyrë Zotit si popull jemi humanë dhe kena dhonë gjithmonë e prap japim. Unë ditë para do ditëve takova për një mjeku që më propozoj, do thonë më dha një këshill që është një non me 4 jetima. Do thonë 3 qika dhe një djale, pa i djali ke do thonë edhe me sindrom Down, po edhe jo i lëvizshëm. Kështu që 100 euro në mujtë kesh vish ilaçe, edhe ke diçka që për me më prejkë edhe po ta qef me taku. Kështu që ka rastet shumë të në Kosovë, na si shqiptarë vëvore e para. Duhet ma shumë me kërku kësi raste, se të i pa dhe ata, le që e kish problemin që i ndimon, po edhe e shef vetë sa mirje. Kish na mujtë ana me pas qasi pozite, qasi aty, kështu që qitën veti edhe jep me dorë. S'ka problem, do thojnë për shembull jo për reklame, jo për ato, Zoti e din jetën, çka do të thonë. Unë kur shkoj për shembull kanë njëra numra thonë, "Hajme çto pore kështu mujt me një mudikon." Ti më kallzon mua? Se unë se një moj kur kërkon, ti me jetë me komend më kallzuat që unë kisha mujt me një mudikon. Unë kur shkoj atje, unë e di që edhe me një mud duhet. Zhëmenoj që kush do që shkon atje, që e kryen umrën ose haxhin, që nuk jep ato para arabe, pa ato e pagun për knacin e vetë shpirtërore. Shkon atë vend, e kryen, kthejet. Qaj që e kryen haxhin umrën, nëse kthejet me haxhe umrët pra nume valloj, kush do që ka nevojë, qaj sa ka mundësi ka minimum. Për Goldegji, xhamia shpesh shërben edhe si pikë takim me kolegët e tij nga estrada. Unë për atyne që përmena më herët është edhe Baruti, Amiri që na bjenë për shembull me falë në xhumo bashkë ose në taravih më kom bashkë. Po ka dhe tjerë ka njerë ku na bjenë, po tash për momentin nuk është që nështë kisha mujt me tek në njërin, po se nuk është që shpesh e bojmë atë. Kështu që kudo që takohemi, që në Hajvali na bjenë më taku me Medën, tash me dhira në Hajvali, na ka ra shpesh me falë, edhe xhumo, po edhe me falë taravih, nështë me falë edhe Bajram bashkë. Unë kam për qefi edhe si kolegë, po edhe si shokë, si vllaç, e thamë që e du fort të respektoj edhe menoj që është për aty në ndjemve nështë që meriton respektin tem. Kena në Shkup, që është një agimi Adnani që janë, është Adem Ramadani, po Ademi të është aty, kështu që na bjena ma ata bashkë, shpesh, edhe iftare me bu, po edhe namaz. Duli e shumë tjerë tash mos tip, se di që mujna mi harru plot, kështu që ata e din që
Edhe nëse i harroj do e din që i duhe i respektoj fort. E për fund, ky është mesazhi i Golden G për të gjithë ju që ndoqët këtë intervistë. Po ja uroj muajin e bekum, Ramazanit, këtë besimtarëve kudo që janë. Inshallah Zoti na jep shëndet me kalu deri në fund mirë, me agjerim të pranuar, me namaz të pranuar, me çdo vepër që mundon me bëu për hir të Zotit. Edhe pse për këtë projekteve kam e pas sa në të reja, kështu që pelojm kohës. Mendoj që kam e pas diçka të mirë. Edhe në ditë kur zakonshmit ndjellen, shkojnë të vani edhe din çka zgjellin. Chicken wings, chicken strips edhe burger që një mersh nish, tanginë dhe synin e und. Shije ma fresh ever. Jam për goje me të shku. E nëse më shenë drive-thru pe din që apo du, son të kom djeni që kom u kon faja! Hebs Fried Chicken, Hebs and Dance. Konsumimi i Hebs Fried Chicken mund të krijojë varësi, kënaqësi të tepruar me strips, dashuri të sinqertë me wings, të egër me burger, vizita të pakontrolluara në drive-thru e klikime të pandashme në porositë online.